Në fshatin e Pravisht të bashkisë Libohu, familja Beqari prej 5 vitesh është përkushtuar në kultivimin e 2 kulturave bujqësore, atë të pjeprit dhe bostanit. Fillimisht me sipërfaqe të vogla, ata kanë arritur të rrisin gradualisht prodhimin, duke u bërë një shembull suksesi në zonë. Fal punës së palodhur dhe kujdesit, sot kjo familje kultivon 32 nymë tokë me këto kultura bujqësore. Për neve është viti 5 që mire me këtë punë, me punën e bostanit, edhe vit pas viti jemi shtuar, nga pak, gradualisht. Këtë vit jemi në një mas shumë të madhe, të mbjedhash. Duke parë tregun, duke parë kërkesat, menduam të shtonim këto kultura bujqësore. Duke parë tregun, edhe pse jo mos të shtojmë, nga që mund të qene në eksport më adhin. Vitin e kaluar për shembull çuam disa gjëra të vogla për eksport, Estoni dhe Lituani. Sepse kishte e mas edhe mos ta çonim dëm ta çonim eksport. Një ndër arritjet më të mëdha të familjes është sigurimi i një tregu të qëndrueshëm për shitjen e prodhimit. Kjo ka bërë që puna dhe investimi i tyre të shpërbleje në mënyra të vazhdueshme. Produktet e tyre shiten jo vetëm në tregjet lokale dhe rajonale, por edhe jashtë vendit, duke kthyer familjen Beqari në një model suksesi për bujqësinë e zonës. Tani në këtë periudhë vetëm vaditjen, ujë. Vetëm ujë dhe prashitje, edhe prerjen e majës, vetëm këto gjëra ka në këtë lloj periudhe, këto lloj shërbimesh. Pastaj hym te vjelja, në shitje. Po deri më tani mirë duket. Duket mjaft mirë bima, tani nuk është çdo gjë në dorën tonë. Kemi që i çojmë këto produkte Sarandën, kemi dhe Gjirokastrën. Po edhe më vonë duke parë mund të çojmë në eksport. Familja Beqari në Pravisht dëshmon se përkushtimi dhe puna e vazhdueshme sjellin rezultate të prekshme. Me zgjerimin e sipërfaqeve kjo familje po kontribuon jo vetëm në zhvillimin ekonomik lokal, por edhe në promovimin e bujqësisë cilësore shqiptare, një shembull frymëzimi për të gjithë fermerët e zonës.